Sot, në burgun e Shënkollit ka ndërruar jetë një tjetër i burgosur. Është gjendur i vdekur në shtratin e tij nga punonjësit e policisë penitenciare ose policisë së burgjeve. Ky është rasti i dytë brenda 15 ditësh që një i burgosur ndërron jetë në burgun e Shënkollit. Njerëz, kur unë kam folur dhe kam kundërshtuar në media se në burgjet shqiptare janë kthyer si kampe përqendrimi, të gjithë më kanë kundërshtuar, qofshin këta dhe kolegët e mi. Unë nuk flas kot. Të gjitha të dhënat, nga të gjitha statistikat që unë disponoj, nga klientët e mi ose jo, që vuajnë dënimin ose që janë të paraburgosur, më vërtetoj faktin që burgjet e shqiptare, paraburgimet shqiptare, dhomat e izolimit në komisariatet e Republikës së Shqipërisë janë kthyer në një makt për qytetarët shqiptarë. Kjo praktik, kjo mënyrë duhet të marrë fund, pavarësisht për tej propagandës që bën drejtoria e përgjithshme e burgjeve ministria apo e gjithë enturazhi i tyre. Situata në burgjet shqiptare është alarmante. Duhet një ndërhyrje urgjente me qëllim që të kthehet normaliteti, qofshin për të gjithë të burgosurit dhe të paraburgosurit. Të burgjet nuk janë që kampe përqendrimi, as qendra inkvizicioni. Burgjet janë vende rehabilitimi dhe ata që vuajnë dënimin të reintegrohen nesër në shoqëri. Kështu është e prandaj është burgu për të reintegruar qytetarët të cilët kanë bërë një faj dhe janë dënuar për fajin që kanë bërë. Nuk janë mjete, forma, mënyra persekutimi. Prandaj merrni masa dhe mos e lini këtë në harres. Rasti fundit sot është rasti më flagrant ku një qytetar ka ndërruar jetë në ambientin e paraburgimit. Hajde tani dhe vazhdoni dhe merruni përsëri me mua.